Andaj Abdullah ibn Mubareki rahimahullah thot, sa veprat mëdhaja të vlefshme i ka zvogluar ose i ka prishur njeti, e sa veprat thjeshta të vogla i ka ngrit dhe i ka zmadhuar njeti. Pra njeti është shumë i rëndësishëm. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam po thot thalathatun, pra në një hadith të cilin Ebu Hurajra radiallahu anhu kur e ka transmetuar 3 herë i ka ratë fikt. Se ne ka thonë këtë hadith i ka ratë fikt, të çu prap i ka ratë fikt, prap i ka ratë fikt. Për 4 herë ka thonë. Pse ja ka pat madhështin që e ka ky hadith. Çka po thot pejgamberi alayhis salam, me 3 veta dëndizet zjarri i xhehenemit. E ke pa njeri kur e ndez zjarrin, njeri vendon do druma special, nuk i zgjedh drunat me cilat e fillon që ta ndez zjarrin. E 3 lloje njerëzish, me këto 3 lloje njerëzish Allahi do ta ndezë zjarrin. Pra të parët që do t'i shtin në xhehenem. Dhe të 3 këto llojet njerëzve kanë bërë punë të mëdha. Njëri ka qenë kërkuesi i diturisë, që ka mësu dituri dhe ka dhonë dituri. Ka mësu dhe i ka mësuar të tjerët. I dyti ka qenë luftar, mujahid, ka bërë xhihad në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Dhe i treti ka qenë pasanik që ka shpërndar shumë sadaka. 3 punë të mëdha, dituria, xhihadi dhe sadakaja. Me këto 3 punë ngritet feja. Mirë po të tretë nuk i kanë bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Andaj do t'i thuhet këtij që ka pas dituri, do t'i thosë Allahu, o robim, çka bëre, unë dhash plot nimete, çka bëre me ato nimete? Do të thojë, o Zot, mësova dituri dhe e dhash diturin për hir tënden. Allahu do t'i thot, ke dhept, ke gënyer, ti ke mësu që të thonë filani, mashallah, pas ka shumë dituri. Wa kad kil, edhe është thonë. Me thonë të shpërblimin e ke marë në dinja. Pse qëllimi jot ka qenë të lavdrohesh te njerëzit se sa shumë dituri paske, edhe e ke arrit kët. Wa kad kil, edhe me të vërtetë që ashtu kanë thonë njerëzit. E ka arrit qëllimin tonë. Për këtë shkak para Allahut mos prit shpërblim. Atëherë thot i urdhron engjëjt me lajket që ta marrin dhe ta hodhin gjatë xhehenemit. E njëjta ndodh edhe me mujahidin, luftarin i cili ka luftuar për hir të Allahut. Dhe i thot Allah subhanahu wa taala, robim, çka ke bëti? Thot, un kam luftuar për hir tondin që ta ngreti fjalën tonde. I thot, ke dhept, ke gënyer, se Allah e din më së miri se çka kanë njerëzit në zemra. I thot, ke dhept, ke gënyer, ti ke luftuar që të thuhet mashallah shumë i fuqishëm, shumë trim, patriot i madh, si ai nuk kishte. Ai luftonte si luan e kështu me radhë. Me thon, wa kad kil. Edhe kjo është thonë, e ke arritur atë për cilën ke luftuar. Andaj para Allahut mos prit shpërblim. Po ashtu i urdhron me lajket dhe hudhin zjarr xhehenemit. Edhe i treti ka dhënë sadaka të madhe, u ka bërë dobi shumë njerëzve. Mirë po, njeti ka qenë i keq, njeti ka qenë që të lavdrohet para të tjerëve, edhe e ka arrit këtë. Mirë po Allahu thot, ke dhept, para meje thot nuk mund të më gënjesh, ke gënyer. Andaj urdhron me laqet dhe e hudhin në zjarr të xhehenemit. Kjo është pra vlera e niyetit. Këta 3 njerëz, sikur të kishin pas niyetet e mira, do të ishin në xhenet me pejgamberët dhe me të devotshmit, se kanë bërë punë të mëdha. Niyeti u prishën këtë punë dhe u bën e kundërta, të parët me të cilët ndezet zjarri i xhehenemit. Allahu na ruajt.